Atëherë për ta kuptuar të gjithë, na sqaron një herë mirë, mua dhe të gjithë ato që nuk e din akoma. Çfarë është në të vërtetë astrologjia? Astrologjia në të vërtetë është shkencë. Astrologjia, si astrologjia planetare dhe astrologjia tarotit, hyn të shkenca, hyn të dia, ka të bëjë me planetet, që njerëzit ndikojnë nga planetet. Si astrologjia tarotit, që është kusha ime, flasim për të kaluarën tënde, çfarë të ka ndodhur në të kaluarën tënde, në të tanishme dhe të ardhmen, dhe të japin këshilla psikologjike, do të thënë, janë psikoterapi, të japin këshilla do të ndodhi kjo, dhe nuk ka lidhje fare me magjinë. Se shikoj që kohët e fundit astrologjia po ngatrohet me magjinë. Astrologjia është shkencë më vete, është të dije, në të gjithë botën përdoret astrologjia dhe horoskopi. Dhe taroti hyn me energjinë e njeriut. Një parashikim me letra tarot për të parë sipas shenjave të horoskopit për të parë energjinë. Si e ke energjinë tënde? Ke një energji negative, a ke një energji pozitive, a ndjen veten të bllokuar? Mund të jesh në bllokuar, mund të jesh një bllokim energjie në punë, në fat, në dashuri, në marrëdhënien tënde, në financën ose në karrierën tënde, por nuk ka lidhje fare me magjinë. Kurse magjia është fushë më vete që hyn të shkencat okulte. Kuptoj. Ku dallon parashikimi i fatit nga magjia? Parashikimi i fatit nga magjia do lloj, për arsye se një profesor që mund të jetë, dikush që mund të jetë një magjistar, mund të ketë mbaruar për shkenca okulte për magji, siç janë vendet, siç janë kishat në Torino që ka shkolla dhe për shkatruar magji dhe për të bërë magjit, por hyn të shkencat okulte dhe hyn të eksorcizmi të shkencat okulte që bëjnë rituale okulte. Do të ndikojnë të forcat në eksorcizmin të forcat e errta. Shkencat okulte në gjuhë, se në gjuhë popullore ne themi magji, por dysh në gjuhën e shkencës, këto shkenca okulte dhe ndikon forcat e errta që këto i përdorin eksorcistat. Do të thonë vetëm eksorcistat e kanë një fuqi për të shkatruar një magji ose për të bërë lutje për të shkatruar ato energjitë negative. Pse njerëzit në të njëjtën shenjë shpesh kanë karaktere shumë të ndryshme? Kanë se varet nga karakteri i njeriu. Për shembull, një dash mund të ketë një karakter ndryshe nga shenja e demit. Shenja e demit, kurse një binjak mund të jetë një ndryshe, mund të jetë edhe lidhje toksike të gjitha. Shenjat e horoskopit nuk kanë karaktere të njëjta. Pse astrologjia nuk është e pranuar si shkencë nga komuniteti shkencor? Nga komuniteti musliman apo shkencor? Shkencor. Atëherë, unë për astrologjinë kam thënë, astrologjia është shkencë dhe do ngelet shkencë. Me sa po dëgjojmë që në mëngjes hapet televizori, ora 7 dhe bëhet parashikim i fatit horoskopi. Po flasim për astrologjinë. Astrologjia ka qenë dhe do jetë dhe nuk vdes. Hyn te universi, hyn te planetet, hyn te energjia. Dhe shkenca është dije, shkenca tarot, dhe shkenca tarot e di shumë mirë që astrologjia nuk i vetor. Dhe unë si astrologe tarotit, kam dhe shumë astrolog mik që merren me astrologji planetare, dhe astrologjia nuk i vet asnjëherë kur. Është për arsye të parashikon fatin si do jetë ardhmja tënde, të jep këshilla. Kuptoj. Nëse dy astrologë japin interpretime të ndryshme për të njëjtin hartë, kush ka të drejtë dhe si verifikohet kjo? Atëherë, unë si astrologe tarot kam thënë që në astrologjinë planetare nuk e bëj dot, nuk është pusha ime, dhe një hartë astrologjike unë nuk e parashikoj dot. Unë si Elena, astrologji tarot, unë jam vetëm te taroti, astrologji tarot dhe pas për energjinë. Kjo është pusha ime, se përderisa unë kam 20 vjet, me këtë profesion mund të ndroj profesionin që të bëj planetare. Kam tentuar dhe nuk e kam arritur. Dhe për ta mbyllur, dua të di, a besojnë shqiptarët te astrologjia? Kohët e fundit nuk besojnë të astrologjia, po shikoj që kohët e fundit nuk besojnë të astrologjia, besojnë të bestynia, të filxhanët dhe bestynia, të feja, dhe do doja të thoja diçka, ne respektojmë si fen
si fenë muslimane ortodokse katolike dhe dietarët e çdo feje dhe respektojmë edhe shkencën, por doja të shtoj edhe këtë gjë. Astrologjia nuk ka lidhje fare me fe, nuk ka lidhje fare, nuk janë as të feja fare, si kur shtatë të vetën. Por astrologjia është dije më vete dhe feja është dije më vete, që duhen të respektojmë, ne respektojmë të dyja gjërat, dhe shkencën edhe fen. Të falenderoj shumë.